Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo grua pi uthull molle për një javë dhe ajo çfarë ndodhi i habiti të gjithë. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbërë një faktor pengues për përfitimin e vlerave të këtij produkti. Por pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës përshkruhet si një burim i rinisë së përjetshme. Studime të ndryshme kanë treguar se pirja çdo ditë e këtij lëngu sjell shumë të mira për trupin dhe për organizmin tuaj. Si mund të pini uthullën e mollës për trupin dhe për organizmin tuaj? Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, ndaj mundet që të shkaktojë djegësira në zonën e fytit dhe për pasojë ajo nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet tretur në një filxhan me ujë. Ata sugjerojnë tretjen e 1 deri në 2 lugë gjelle me uthull në një filxhan me ujë. Më pas, këtu ju do të zbuloni se çfarë ndodh në organizmin tuaj nëse pini uthull molle çdo ditë. Më pak probleme me stomakun. Uthulla e pa filtruar e mollës është e pasur edhe me fibër e cila e mbron stomakun tuaj. Dhe nga ana tjetër duhet të dini se përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla do të shërbejë edhe si një laksativ duke zgjidhur për shembull çështjet si konstipacioni. pH-i. Uthulla e mollës ndihmon edhe në rikthimin e ekuilibrave të pH-it veçanërisht në lëkurë dhe në flok. Ju mundet ta aplikoni atë në lëkurë dhe në flok çdo mëngjes dhe në mbrëmje duke e tretur në ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme. Infeksionet. Myku dhe gjithashtu, infeksionet janë një rrezik i vazhdueshëm për organizmin që shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës nga ana tjetër përbën edhe një rrezik për organizmin i cili shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një kurë natyrale shumë të mirë kundër mykut që prek zona të ndryshme të trupit. Sipas ekspertëve, mundet që të ulë edhe nivelin e sheqerit në gjak. Studimet kanë treguar se konsumimi i uthullës së mollës ndihmon edhe në ngadalësimin e tretjes së karbohidratëve të thjeshta. Kësaj trupi arrin që të rregullojë edhe nivelin e sheqerit në gjak. Disa studime nga ana tjetër kanë zbuluar se konsumimi i uthullës së mollës para gjumit ndihmon në uljen e nivelit të sheqerit në gjak, një efekt i cili zgjat deri të nesërmen. Sipas ekspertëve, ju do të keni më pak toksina. Uthulla e pa filtruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e trupit dhe të mëlçisë. Mjafton që ju të tresni një lugë gjelle me uthull molle në një gotë të madhe me ujë dhe ta pini atë rregullisht. Rënja nga pesha. Uthulla e mollës nga ana tjetër mundet që të ndihmojë edhe në rënjen tuaj në peshë pasi rrit ndjesinë e ngopjes nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët gjithashtu thonë se konsumimi ditor i uthullës së mollës ndihmon në paksimin e depozitave djamore dhe rënjen nga pesha. Mund të keni dëgjuar shpesh nga gjyshet tuaja që kur ju dhimbte barku apo kishit diarre duhet të konsumonit pak uthull molle. Mbas se deri më sot nuk e keni marrë seriozisht, por tashmë e konfirmojnë edhe mjekët që diarreja, kolitja, humbja e peshës si edhe tensioni i lartë dhe shumë të tjera janë sëmundje që uthulla e mollës kontribon në shërimin e tyre. Nëse keni probleme edhe me rënjen e flokëve, uthulla e mollës mundet ju ndihmojë. Është shumë ushqyese dhe rregullon pH-in e lëkurës së kokës. Gjithashtu ajo forcon flokët dhe largon qelizat e vdekura të cilat mund të parandalojnë në rritjen e flokëve. Azma.
Në qoftë se keni probleme me frymëmarrjen, është e rëndësishme të përdorni medikament që ju përcakton mjeku, por për të trajtuar një problem të tillë, ju mundet gjithashtu që të përdorni edhe uthullën e mollës. Kolla e thatë është shumë irrituese. Në qoftë se jeni duke kërkuar për një trajtim natyral, uthulla e mollës është pikërisht zgjedhja e duhur. Diarre. Uthulla e mollës konsiderohet si një ilaç i shkëlqyeshëm për diarren. Ajo vepron si një antiseptik dhe vret bakterjet të cilat shkaktohen nga diarreja. Rekomandohet një lugë e madhe uthull të përzihet me 25 ml ujë dhe të pihet 3 herë në ditë. Pagjumësia. Nëse nuk mund të flini, pini një lugë uthull molle të përzier me 250 ml ujë. Më pas do të shikoni ndryshimet. Marramendja. Përvoja ka treguar që uthulla e mollës mundet të ndihmojë për të trajtuar marramendjen. Besohet se uthulla e mollës ndikon në presionin e gjakut dhe ul nivelin e sheqerit në gjak. Infeksionet e veshit. Përzieni pak uthull, alkool dhe ujë dhe me një copë pambuku vendoseni atë në vesh. Lëreni të qëndrojë për 5 minuta. Nëse keni probleme me syt, konsumoni 3 herë në ditë një përzierje me 2 lugë uthull, 2 lugë mjaltë dhe 250 ml ujë. Dhimbje koke. Uthulla e mollës për shkak të përbërësve që ka, largon në dhimbjen e kokës dhe lehtëson migrenën. Provoni të shikoni se sa shpejt funksionon. Artriti. Uthulla e mollës në kombinim edhe me mjaltin mundet të përdoret si një medikament natyral për të trajtuar artritin. Mund të aplikohet direkt në ny ose të pihet të paktën 3 herë në ditë. Lodhja. Nëse keni probleme me lodhjen kronike, kjo do të thotë se trupi juaj është duke kërkuar vëmendje. Përzieni një filxhan mjalt me 3 lugë uthull molle dhe konsumoni këtë përzierje para gjumit. Përsëriteni për disa net rresht. Uthulla e mollës vret gjithashtu baktere dhe vepron si një qetësues në lëvizjen e zorrëve. Ajo menjëherë do t'ju jap një lehtësim në rast të helmimit të ushqimit. Mjafton të përzieni 2 lugë me uthull molle me një gotë me ujë të ngrohtë dhe pijeni para ngrënies. Urthi. Mushti i mollës në mënyrë të natyrshme ndihmon në tretje, kështu që mund të ndihmojë edhe me problemet e urthit. Një lugë çaj uthull molle e rregullon këtë problem. Presioni i lartë i gjakut. Nëse keni ndonjë problem me presionin e lartë të gjakut, rekomandohet që të pini një lugë uthull molle me 250 ml ujë. Konsumojeni 3 deri në 4 herë në ditë. Veshkat dhe infeksioni në fshikës. Konsumimi i uthullës së mollës do të ndihmojë gjithashtu edhe në parandalimin e sëmundjeve të veshkave dhe infeksioneve të traktit tuaj urinar. Menstruacionet. Mushti i mollës ndihmon në rregullimin e ciklit menstrual dhe gjithashtu ai parandalon edhe gjakderdhjen e tepruar. Pini 2 lugë uthull molle të përzier me një gotë me ujë dhe do të trajtoni këtë problem. Humbja e peshës. Nëse dëshironi që të hiqni qafe kilogramet e tepër, të rekomandohet që të pini të paktën 2 lugë të vogla uthull molle me një gotë për çdo mëngjes. Irritime në hund. Mushti i mollës parandalon gjithashtu infeksionet e hundës, të cilat shkaktojnë bezdi dhe njëkohësisht shkaktojnë kruarje. Mirëpo, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.